Bismillahirrahmanirrahim. Nga njëherë kur na mundësohet t'i bëjmë disa vepra të mira, të cilat i përkasin natyrës së veprave të vogla, tregohemi neglizhent dhe nuk gjejmë motiv për t'i realizuar ato. Ndërsa i dërguari alayhi salam udhëzonte që mu këtyre veprave t'i rrim gati më së shumti, për shkak të rëndësisë dhe peshës që këto vepra gëzojnë tek Allahu Azza wa Jall nëse kryhen me sinqeritet për hir të tij. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a." Mos përçmoni asnjë vepër të mirë. "Walau an talqa akhaka biwajhin talq." Edhe nëse e takon vëllaun tënd me fytyrë të buzëqeshur. Gjithashtu i dërguari alaihi salam në një hadith tjetër thotë: "Ittaqu an-nara walau bi shiqqati tamr." Ruajuni nga zjarri, qoftë edhe me një gjysmë hurme. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ, dhe kush nuk gjen gjysmë hurme që t'i ruhet zjarrit, atëherë فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, le ta bëj këtë edhe me një fjalë të mirë. Pra le të ruhet nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe me një fjalë të mirë. Ibn Abdul Barri, Allahu e mëshiroft, ka thënë: nuk duhet që një njeri i mençur besimtar të nënvlerësoj diçka nga veprat e mira, të cilat i mundsohen për t'i bërë, sepse mu ato veprat e mira, sado të vogla që janë, mund të bëhen shkaktare që ta arrijnë ky person faljen e Allahut Azza wa Jall.